Përshëndetje, shqiptar, mërgjimtar, mirë se erdhët në podcastin tim Zëri i Mallit dhe Sakrificës. Po e filloj intervistën e parë për vitin 2026. Shpresoj që keni kaluar mirë këto ditë të fund vitit dhe fillim vitit të ri. Uroj një vit të mbarë, një vit përshëndet dhe plot suksese. Musafirën e radhës, mërgjimtarën e radhës e kam Aferdita Bunjaku Hoti. Aferdita, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Faleminderit shumë që gjete kohë. Faleminderit shumë për ftesën. Është kënaqësi që jam në podcastin e juaj. Faleminderit shumë me që jetojmë në Suedi, por këtë herë u takuam në Kosovë dhe du ta di si po kalon Kosovë. Shumë bukur. Si në vendin. A më mirë në Kosovë apo në Suedi për fund vit? Për fund vit në Kosovë. Natyrisht. Po thuaj se i kemi një 10 vite ose 12 që në rinj për vjetor gjithmonë për vitin e rinj në Kosovë. E shijoj më shumë dhe ke mundësi më tepër për më kënaq këto. Edhe unë pajtohem sepse gjithmonë shej më shumë Kosovë, çdo herë, jo vetëm për fund vit, por çdo herë, por edhe në Suedi e kemi mirë. Po, gjithsesi. Por ata që cilët nuk ju njohin, nga cili vend vjen Aferdita? Unë jam e lindur në fakt në Krushet Madhe. Pjesërisht familjen e kam aty. Dhe e rritur në Krushet deri në moshën 27 vjeçare. Në atë periudhë kam jetu jetën studentore për master Shqipëri-Kosovë, gjithsesi Tiranë, ku i kam kryer studimet e mia dhe master në Tiranë. Dhe e kujtoj me mall dhe nostalgjia të pjesë, është pjesa më e bukur e jetës. Jeta studentore, kuptohet. Shumë, edhe unë besoj që. Dhe besoj që për të gjithë është e njëjta, sikur edhe për mua. Dhe pas pak para diplomimit, do me thonë, jam takuar me bashkëshortin tim i cili jeton në Suedi, tash 30 vite, mërgjimtari devotshëm. Dhe pastaj kemi fillu një jetë, një bashkëjetesë në distancë, disa vite. Pastaj në 2017 veç jemi kurorzu. Thotë që 9 vite jetoj në Suedi, me qëndrim në Suedi në fakt. Dhe ka shku bukur kjo pjesë. Më vjen mirë, shumë mërgjimtar që këm pasur më herët në intervistë edhe e dim të gjithë. Pjesa dërmuese e shqiptarëve janë detyru me dalë nga vendi para luftës, gjatë luftës, një pjesë edhe pas luftës. Si ndjehet Aferdita? Je detyru apo ka qenë dëshirë që të largohesh nga vendi? Jo, ka qenë me vetë dëshirë, për cilën pjesë e rikujtoj me nostalgji, që s'kam pas asnjë detyrim, kam qenë një studente, do me thonë, po asnjë problem që duhet ta lëshoj vendin tim, sepse profesioni im si psikologe klinike, edhe këtu mund kishte punë shumë, se më qenë se jemi në Kosovë, po flas për Kosovën tani. Por kontakti me bashkëshortin cilin po jetoj tani, ishte në atë kohë dhe kemi vendosur me jetu bashkë një jetë dhe për mua ka qenë bukur, dhe vazhdon me qenë e bukur, interesante. Tash e sa vite dhe me thonë nuk ka pas ndonjë ndryshim, cilin edhe falenderoj për mbështetjen që ma jep gjatë gjithë kohës, pa harru dhe familjen, sepse familja më ka formu, më ka bo një Aferdit që jam sot. Dhe me thonë, sepse epitetet që i kam marrë si studente dhe si Aferdita psikologe klinike me master me të gjitha, i kam marrë nga familja. Pastaj duke fillu, nëse s'guxojna me përmend, po e përmendin vetëm një hero timin që e kam babajn tim, me gjithë familjen, vëllezër, motra, nipa, mbesa, gjithë kanë qenë krahun tim. Dhe kur kam fillu me studimet e mia, nuk i kam pas të vështira, sepse shumë studentë ndoshta kanë pas vështirësi për të shku, për të bërë master në Tiranë atë kohë, por unë kam pas shumë të lehtë, nga se masteri ka fillu, do me thonë, viti 2012, 13, 14, 15. Sot ishte ajo periudha që unë e bana dy master, psikologji klinike, profesional dhe psikologji shkencore, nga arsyeja se nuk e kishim të kompletuar pikë kredi dhe u dash me bë dhe një vit shtesë, pastaj e bana 2 vit shtesë, se nuk
kishim kohën atë kohë, ishim, do me thonë, pas status martesore dhe koha ishte imja për para, veç të vazhdoj karrierë. Pse po e thëmë kushtimisht, shumë njerëz ankohen që femrat nuk përkrajnë Kosovën këtë rast, shif sa përkraje Kam pas shumë përkraje, ju vetëm për babaj tim që ka qenë heroi im gjatë gjithë jetës, do me thonë kam pas për vëllezërve përkraje, për një fshati kur i edhe unë, duhet të jap një mesazh sepse gratë aty vlerësohen, vajzat që dojnë u shkollu, shkollohen, dhe çka ju pëlqen munden me ba, me u shkollu, edhe me jetu ku dojnë ato. A duhet vetëm përkraja, apo edhe vetë iniciativa? Edhe vetë iniciativa ime ka qenë. Po, natyrisht. Vetë iniciativa ime ka qenë, po që nuk ma kanë prish. Kanë qenë dakord me gjitha iniciativat që unë e kam marrë gjatë gjithë jetës time, familja fillimisht, për tani edhe bashkëshorti im Isaku, cilën e falenderoj që nuk më kanë ndalu, do me thonë tani pakës keme ndryshu atje, pak do gjana e kam shtu pak bagozhin tem edhe pak me politike në Suedi, pa kemra, do me thonë, me shoqata, me cilat unë e bona shumë edhe nina mirë, jam pjesëmarrëse për disa shoqata, edhe kështu që unë kisha thonë një mesazh se vetëm a donë. Nëse dojmë me bo diçka, vetëm dëshira edhe të gjitha realizohet. Pastaj edhe përkraja, kur vjen nga familja, është suksesi i pashmangshëm. Është e çuditshme se unë kam pas përkrajen edhe për mbesa dhe nipave të mi, që unë jam halla ma e lumtur në botë, por edhe tezja ma e lumtur në botë, se ka vëtë mbesa nipa edhe nga ana e motrave. Me fat, kur ke kështu familje edhe të madhe. jam shumë me fat, që çdo gjë që unë kam thonë du me bo, ata nuk kanë thonë jo kur. Mendoj që nga një herë nuk është vetëm përkraja financiare, është përkraja dhe morale. Nëse dikush thot që po du me bëjë diçka dhe thot, wow, vazhdoj e sa e bukur është, unë e kam vazhdu gjithë jetën, do me thonë, të më thonë, wow, veç vazhdo ti se ne vejna kem brapa. Personi parë ka qenë babaj im që s'ka ndalu asnjë pikën time, pastaj vëllezërit që kanë bërë shumë për mu, edhe kështu që për një trungu të mirë familjar, s'kam pas qare pa dalë edhe unë e ma mirë, ndoshta jo më mirë se ata, po kam dalë nga se jam u shfil dhe jam u ujtë mirë për familjes. A mendon se përkrahet shumë femra në Kosovë? Apo është mungesa vetë iniciativës tyre për të marrë diçka në dorë? Ndoshta nuk din me pas vetë iniciativë. Falenderoj vetën për që do me thonë kam marrë iniciativa dhe kam dasht me bo diçka gjithmonë dhe nuk e kam kursy vetën as për kur kam bo magistraturën atë kohë në Shqipëri nuk ka qenë lehtë, sepse ishte banimi im Krushe, Prizren, Tiranë. Do të thotë mrenda javës, unë e kam pas një agent të ngjeshur. Do të thonë, part-time e kam pas masterin e premtë të shtunë e djela, do të thonë 4 ditë Prizren, 3 ditë Tiranë, nëse kam mundur me shku një ditë një javë në fshat pastaj, ka qenë mirë, por i kam taku vazhdimsi familjen gjithë kohës, edhe me vizitat që kam qenë edhe në Zvicër. Zvicrën e kam si histori të paprekshme dhe të bukur, pak ta kam thonë vje, është vendi ku unë e jam rilind. Do me thonë, në Zvicër ka shpëtu jeta jame, dhe jam kjo afër dita se jam sot, se kam mujtë edhe nësme qenë, dhe pa dhonë detaje, vetëm jeta ime ka vazhdu prej shërimit në Zvicër. Kthejmë pak të temat e cilën mu më intereson shumë, edhe është edhe, në fakt edhe kjo është temë, edhe bisedë që cilën po zhvillojmë, shumë interesante. A ishte vështirë me u largu nga Kosova kur ishte fillimi? Kur doli nga Kosova? Nuk ishte vështirë, nga se unë isha para përgatitur që shkojsha në Zvicër shumë shpesh te familjarët e mi, dhe për mu ka qenë atraktive ardhja në Suedi. Shumë atraktive, kur them, ndoshta për dikon duket e vështirë, por për mu ka qenë shumë e lehtë. Sepse takova njeriun që unë e deshta, dhe kisha shumë mall, sa më shpesh që të kisha një shkputje nga fakulteti dhe pushimet e mia që të vijan në Suedi. Do të thonë ka mund të ndodhë çdo muaj, ose ka pas rast që ka ndodhur pas 2 javë më ardh, ose bashkëshorti ka ardhur këtu për vizitë, do të thonë kemi bo atë lidhjen edhe menaxhimin e mirë në atë kohë, por nuk ka qenë shumë e vështirë. Qa mundet me qenë e vështirë, Suedia tani, që unë duhet do me thonë me u
me studiu gjuhën në Suedi, për të punu si afërdit si psikologe klinike, të punoj në atë pikën ku unë kompetencën time si afërdita psikologe. Mëson me kompetencë, me profesionin tim, duhet pak më shumë kohë që të merr me studimet e gjuhës dhe ka edhe gjëra tjera, edhe pak kur je si status martesor, ato gjëra mund të shkojnë pak më gradualisht, gjë që jam falenderuese edhe për këtë pjesë, sepse në këtë periudhë ka qenë edhe koha pandemisë, kanë qenë shumë gjëra që na kanë stagnu, jo vetëm mu, po kanë qenë botërore mendoj. Kështu që mirë. Reagimet e prindit ndoshta s'kan qenë të njëjta. Kur e largohen nga Kosova? Reagimi i prindit ku nuk mundet me qenë i njëjtë, sepse për babën tim gjithmonë jam fëmijë, edhe tani jam fëmijë, por e kam mundësinë edhe po vjen po më viziton shumë shpesh. Biles 2 në vit, vjen në Suedi, rrin, qëndron 2-3 javë, një muaj me mu, edhe një jemi mirë, kalojmë pak këtë mërzim. Po, shqyr, tani jenë edhe mundësit ma ndryshë më herët. Pastaj, kalove në një shtet tjetër, në fillim i ri, me gjuhë, me kulturë, me zakone. Si ishtin ato ditët e para, dhe të erdhën në Suedi? Vështirësi nuk ka pas shumë, pra po i ciki. Është ma letë kur e ke dikën, natyrisht. Po, natyrisht kur e ke malë. Po, është një fillim i ri, por ndoshta këto e kam pas shëru këtë pjesë gjatë studimeve të mia, duke qëndruar me shumë personalitete të ndryshme, të fillu prej elitës, domethënë psikiatër, psikolog gjatë gjithë kohës, dhe gjithmonë ma kanë bërë me dije që ti kur shkon në Suedi nuk ke me pas sikur në Kosovë. Kulturë tjetër, gjuhë tjetër, nacionalitet tjetër, gjithçka është tjetër për ty. Do thonë fillim i ri. Por unë e kam pak këtë pjesën time që jam person që e mashtruar gjana, se si vinë, si të rjedhe, le të rjedhe. Domethënë, nuk duhet marrëm shumë me të kaluarën, por edhe me të ardhën jo, sepse nuk e dim se çka vjen. Po merrem vetëm me të pra, është me jetu këta që e kemi sot, edhe me bate çfarë ke mundësi. Pa e mendu fort termen, natyrisht që jo rastisht ndoshta edhe je psikologe, e me të nxanat më ndryshme se sa të tjerë. Po, faleminderit. Dhe gjuha ishte primare për në Suedi. Për në Suedi. Po kontaktet me njerëz, pastaj ambienti, unë mendoj që edhe klima ne kemi pak më ndryshe në Suedi. Klima më e ftoftë. Aspektin social, domethënë janë pak më. Po. Klima është më e ftoftë, por na vim çdo 2 muaj në Kosovë, 3 max, dhe marrim pak energji këtu dhe pak ndriçim. Marrim pak ndriçim, frymëzohem me ndriçimin e Kosovës dhe vim në Suedi dhe mund ta shtojmë edhe 1 muaj 2, nëse atje është një kohë shumë e zymt, e që ju jetoni atje dhe e dini, por përsëri mirë është. Jeta sociale është e mirë atje. A ke dallime shumë me Kosovën? Ndonjëherë sigurisht i bisedon edhe me bashkëshorten ose nuk e kam edhe vetë i mendon njerëzit, kultura. Kultura mund të jetë deri diku. Kultura suedeze më ka pëlqyer shumë. Mirë po shumicën e miqve të mia atje i kam shqiptare, mikeshat e mia, për cilat jam e privilegjuar që jam mesin e tyre, se cila ma e zonja se tjetra, e ma e intelektuale se tjetra, dhe të nuk e kam pas munges këtë pjesë, se normal që në fillim kam pas frikë se ka për takoj dhe me kë do të rastisi të jetoj atje dhe të jetesa është e bukur me një bashkëshort, por nëse nuk i ki dhe misht për rreth, nuk mund t'ja dalesh. Por unë i kam gjetë gjithë njerëzit e mirë atje, edhe bashkëshorti ka krejt familjen atje, dhe thonë ato korat kur ka dalë, dhe thonë para luftë. Thot, kam miqësi të mirë. Malë më është, sa kam dëgjuar në Suedi, shpesh e kanë qujtë si Kosova e vogël. Si Kosova e vogël, duket. Fakt, do shtë edhe nuk e ke pas vështirë më integruar të për Prandaj, me siguri. Me siguri ka qenë integrimi më i lehtë, sepse çdo ku kam dalë, e kam takuar një shqiptare. Çdo dyqan që jam hyrë, kam takuar një shqiptare. Pastaj ka shqiptar të suksesshëm në për institucione, kudo. Po thuaj se në çdo institucion e ke nga një shqiptar apo shqiptare, për cilën ndina shumë mirë kur i takoj. Është privilegj kur nin që e Kosovës apo edhe Shqipërisë, ne jemi një, s'kemi ndasi, Shqipëri-Kosovë.
Prandaj unë gjithmonë jena e lumtur kur I takoj. Punon edhe me shoqata, si që the? Po, shoqatat, aktivitetet kulturore, në disa shoqata. Kam punu edhe në shkollë me fëmijë shkollën që I thuajmë të na këtu në Shqip parashkollor. Ka pas rast deri klas 4-5, ishte një periudhë e bukur edhe ajo, kur kam bërë një eksperiencë, edhe ka pas edhe fëmijë me aftësi të kufizuar që I kam përcjell gjatë ditës. Ishte e bukur. Do thonë edhe puna në Suedi me fëmijët ka qenë pjesë që kam nostalgji, eksperiencë e re dhe shumë te shkolla më ka pëlqyer, domethënë puna në shkollë, sepse rregullat e shkollës më kanë pëlqyer shumë. Edhe pedagogjinë kam dorë si lond në atë kohë, kur kam pas studimet e mia, por edhe të merresh me fëmijë është qenia më e bukur, krijesa më e bukur që ekziston. Mendoj unë. Domethënë, kështu që prandaj është e lehtë. Edhe a mendon se integrimi në Suedi ishte I lehtë për ty? A ke arrit? Sa mendon se ke arrit me integru shoqërinë suedeze? Sa ndjesh e integruar çat shtet që ke shku? Mendoj që kam nevojë ende me integru, sepse nëse themi që jemi mjaftueshëm, atëherë jemi gabim. Secili prej nesh, jo vetëm prej meje me dëgjuesja për ditë, ose si psikologe, mendoj që njeriu ka nevojë gjithmonë për më shumë me dëgju e integrim e të gjitha. Çdo herë sa më shumë që integrohesh edhe më mirë ke qenë. Por përderi këtu jam mjaftueshëm e kënaqur. Por atë sa ke pas kontakte në Suedi, a e ndje e mirëseardhën në Suedi? Gjithkund. Gjithkund I kam pas zyra të hapura. Gjithkund, domethënë çdo vend kam pas integrime me mikpritjen prej shqiptarëve, pacik gjini, mashkull, thëmë. Nëse mos e për shoqata, kam pas jashtëzakonisht mikpritje të mirë. Dhe prandaj ndoshta ajo mbom unë I mirë. Nga suedezët, për shembull? Kemi pas qasje edhe me suedezët, edhe nga ata jo më ndi shumë mirë, shumë e respektuar. E vlerësuar shumë në çdo aspekt. Kështu që është mesazh I bukur në të dy anët për mua. Po pra, është e rëndësishme kjo kur ndjesh I mirëseardhur në një vend tjetër edhe është si thonë sikur në shtëpinë tënde, natyrisht jo, po si shtëpi e dytë. Si dy shtëpi e dytë. A vjen Kosovë shpesh? Po, çdo 2 muaj. Nëse jemi pushime të afërta, sikur tani që ishim në tetor dhe përsëri në dhjetor, domethënë është bukur shpesh dhe është bukur mirë. A ndjesh, fakti që vjen kaq shpesh ndoshta edhe nuk ndjesh si mërgjimtare? Jo. Unë gjithmonë jam ndisin vendin tim si shtëpinë time. Bilas, dua me thonë këto edhe publikisht që gjithmonë ka pengu pjesa kur më kanë thonë kur ke ardhur dhe sa keme qëndruar. Edhe nuk e kam pranuar ato si pyetje asnjëherë. Gjithmonë e kam refuzuar ose s'jam përgjegjë në atë pyetje, sepse unë e di në vendin tim dhe lindjen time dhe në shtëpinë time. Po. Edhe shumë shkurt, ja. Po, nuk mendoj që ndoshta edhe pak çështje fati, pastaj edhe koha kur ke dalë në Suedi ka qenë ndryshe krahasu me njerëzit që kanë qenë më përpara. A ke pas rast me taku mërgjimtar më hershëm që kanë shku edhe? Më përpara që kanë e tyre, si mendon për ta? Pjesa e dërmueshme që thash edhe kanë thonë vetë, edhe është e vërtetë që kanë detyruar do të më dalin nga Kosova. Po. Pikërisht bashkëshorti im ka qenë I detyruar. Po, si mendon të gjona, si kemi këtë pjesë njerëzve? Këtë pjesa mendoj kështu, nëse tham më dhimbsen, ka kaluar një kohë gjatë. Më dhimbsen se kur janë largu prej familjes tyre, kanë ardhur prej vendindjes, ndoshta prej prindërve që gjoja më e vështirë, kanë shku në një shtet ku nuk ka pas asgjë të vetën. Thjesht. Pastaj situata e vështirë. Po, situata e vështirë. Pastaj lufta e Kosovës, e cila I ka brengos dhe I ka mollëngjur gjatë gjithë kohës, dhe kush po shpëton prej familjeve tyre, që nuk e kanë ditë kush po shpëton sot dhe kush nesër. Domethënë kjo është shumë e vështirë. Unë kam përjetuar luftën në Kosovë dhe di që do të thotë lufta, por nëse e pyesim bashkëshortin tim,
ajo të regon ma vështirë son, sepse ai rrinte ose në telefon ose në televizor me ankth, me stres që apo ndodh. Nëse filloj me mua atë stresin edhe anktin si psikologët, e rasti im edhe i tij, që unë kam përjetu luftën, jam shumë e sigurt se ai do të del me stres më shumë dhe ankth të frikës se kush po i shpëton në Kosovë. Unë kam qenë në luftë. Unë kam pas atë frikë, ankth, stres, gjitha, sepse kam qenë duke përjetu luftën live, do të thotë live. E ai në distancë, do të thonë që do të thotë në dëgjosh virtual lajme çdo ditë, do në gjes direkt do do të thonë me informime të ndryshme, të lloj-llojshme, siç ka ndodhur lufta në Kosovë, që do të thonë që ka qenë një luftë për mua, do të thonë nuk ka qenë e lehtë. Si e vlerëson punën në përgjithësi shqiptarëve jashtë? A mendon që kanë kontribu shumë? A mendon që kanë kishu mujt me bërë shumë gjëra pa ndihmën e tyre? Ne në Kosovë s'kishim mujt. Unë mendoj që s'kishim mujt. Sepse janë, do me thonë, pjesa dora e djathtë e jona që na i kemi të gjitha këto në Kosovë nga mërgjimtarët. Sepse edhe kjo pjesa që mua më pengon më shumë të është kur na thonë diasporë. Na nuk kemi diasporë. Fjala diasporë nëse e përkthejmë e zbërthejmë është një fjalë shumë e rëndë. Nuk po duhet ta them këtu. Mërgjimtar është fjalë më e butë dhe më e bukur mendoj unë. Por unë mendoj që kanë bërë mjaftueshëm. Edhe për vendlindjen e tyre familjarë të tyre, po edhe për vetën e vet. Ka qenë edhe unë jam për sa vite atje dhe di që kanë qenë raportet njerëzore këto familjare më ndryshe se sa që jemi tani. Po, kanë qenë më të ngrohta. Kujtohet vetë, domethënë kemi qajt kur kemi shku, kemi qajt edhe kemi pas pritjen pak më. Do shta ka herë shprehin edhe pak nësi. Pse mendon që ka ndodhur kjo? Unë nuk mendoj që duhet me i shpreh ato, sepse nëse ne na kanë ndihmu, po flas po e qes vendin vetën në vend të tyre këtu, nëse na kanë ndihmu mërgjimtarët dhe në çdo aspekt na kanë ndihmu në fakt, ne nuk mund të marrim medaljen e të japim mikrofonin gjatë gjithë jetës, të thomë na keni bo, na keni ndihmu, na keni marrë një shtëpi apo gjë e tjera. Ne thjesht duhet të lejmë në ndërgjegjen tyre, se çka kemi. Apo thjesht mirënjohës, po edhe mirënjohjen nuk mund ta shprehin ata, do të thonë çdo sekond. E kuptoj, se dhe ne mërgjimtarët po kërkojmë pak si tepër nga vendimja jonë, të dyanshme është. Po mendoj se është e tepruar nëse thotë jo s'na din ose po na e din ose nuk janë mirënjohës. Ata janë mirënjohës deri në atë mundësinë e tyre sa munden edhe din. Unë mendoj se s'ka diçka më shumë. A mendon edhe ti sigurisht që tani na duhet t'i gëzojmë këto të mira që kemi sot në njëri tjetrin? Patjetër. Do të thotë i kalura ka shku, ka ik, tani duhet t'i gëzojmë. Unë e mendoj duhet ta mbyllim. Kemi pas shumë gjëra në Kosovë, sot kemi shumë çka. Kemi pas shumë dhimbje. U bashku, me jetu, me u kënaq, me shiu jetën më ndryshe. Ne kemi pas shumë dhimbje. Mendoj që kemi vujt për të ardhur te kjo ditë. Tani duhet vetëm thjesht kënaq. Ta shijojmë. Vetëm ta shijojmë. Sikurse nëse flasim për fshatrin tim, Krusha e Madhe, që besoj që edhe ty të ka të një në e ki dëgju. Aty ka shumë të vrarë të vdekur, ka edhe viktimat që nuk kanë identitet hala, do të thonë që nuk dihen, edhe mendoj që na duhet kënaqemi me kësaj jete që jemi tani. Patjetër. Ke studiu për psikologji? Po, je psikologe. Po. A kanë vështirë shqiptarët e Kosovës me ta kuni psikologe? Fatmirësisht jo tani. Periudhën kur kanë fillu studimit e mia, ka qenë pak ma tabu. Nëse kërkon me shku te psikologu, ata e kanë paragjykuar që nuk qenë ke mirë. Por unë tash jam shumë e kënaqur sepse edhe në Kosovë kam raste të tilla që i përcjell. Jam shumë e kënaqur që kam marrë psikologun sikur një bashkëbisedim shoqëror. Dhe kjo po më bën mundi shumë mirë. Do me thonë Suedia këta e ka pas ma përpara, e ka vlerësu, por Kosova tani më pëlqen shumë që është këtë stabil. Çka është psikologu? Ma thjesht me tregu shumë për ata që kanë frikë me ta kuni psikolog. Shumë thjesht, një shok i mirë, një shoqe e mirë, shumë e thjesht. Po që ke dëgjon, kur shprehesh. Vetëm dëgjon, dhe është e mirë që psikologu për ato 45 minuta
është në qendër vëmendjes tonë dhe të dëgjon me vëmendje që s'mundet me dëgju asnjë person. Sepse nëse presim për familjes apo për të afërmit tanë, kanë më ta prish ka pak. Jo se ke mirë kështu, psikologu ta lejon ta jep hapësirën me u shpreh deri në pikën e A fundit. kemi nevojë të gjithë për psikolog? Po, unë mendoj se po. Duke filluar nga vetja. Po, pra. Edhe pse jam Është një psikolog. shok, një mik që Po. dëgjon ose mikesh që të dëgjon për hallet, probleme që i ke, qoftë edhe gëzimet pse jo, të ta bëjnë njeriu ka nevojë me u shpreh me diçka. Unë kam edhe mikeshat që nështë edhe nuk e kanë titullin epitet psikolog, por nëse më dëgjon për atë periudhën që unë kam nevojë, unë e quaj ato hoax, më shumë se një psikolog, do më thonë. Kështu që është përmbledhja është shumë e shkurtër dhe e bukur. Shkoni sa më shumë te psikologu dhe keni një mikesh të mirë që konfidencialiteti juaj është në top nivel dhe çdo gjë e juaja është sekret, konfidencial, kështu që mos lejoni që t'i mbani gjanat dhe të smuarni më shumë, por gjeni psikologun dhe shprehuni. Do me thonë, nuk është marrë me shku te psikologu Jo, apo absolut. psikologja, sepse ajo të ndihmon për gjithçka edhe çdo bisedë që folet me psikolog ose psikologe nuk ka drejt asnjë psikolog me fol me dikë tjetër. Jo, Dhe absolut, të është gjithçka absolut. e mbrojtur, sekrete, se është edhe keni breng të qytetarë të cilët mendojnë thotë jo fola ai me dikë tjetër, vërtet. edhe është normale që njerëzit E brengosën, po. publikojnë privatësinë, është shumë. Por unë apeloj që është 100% konfidencialitet. A ke vrejt dallimin mes Suedisë dhe Kosovës këtë aspekt? Për pjesën e konfidencialitetit apo Edhe të konfidencialit, po edhe psisht, Gjithë- a ke pas rast në Suedi, për shembull që njerëzit vjen pak më të lehtë me shku te psikologu? kam pas rast në Suedi që më të hapur dhe kam rast që thotë mos i tregos kuj, edhe në Suedi shqiptare patjetër, flas. Po. Ka në Kosovë po ashtu, po ka edhe ashtu edhe atyre që si po përshtypje. Wow, biles kënaqen kur thot pe takoja për ditën 2 herë në javë ose 1 herë në javë. Do të thonë është kënaqësi për ta dhe mu më bën muni mirë kjo. Por te puna e konfidencialitetit kisha me shpreh këtë pjesë. Konfidencialiteti si psikolog është gjithë botën e njëjta. Qoftë Suedia, qoftë Amerika, qoftë Kosova, kudo në botë, konfidencialiteti nuk ndryshon. Thonë, jemi konfidencial 100%. Çka të pengon Kosovë edhe çka duket që është e mirë? Qa më pengon? S'me me thonë që më pengon diçka, Ka se marrë po më duket parasysh që tani më edhe bukur. përvojën që keten në vendet tjera të Evropës. Edhe po pasur Qa më pengon? Kur vje këtu, Qa më pengon? Pengon pjesa e higjienës në rrugë, që besoj i pengon krejt kjo pjesë, do të thonë kur jeton në një shtet që është super pastër, edhe kur vjen këtu të bjen sy çdo gjë, do të thonë duke fillu se dalim në rrugë, kjo pjesë është pengesa ime. ka mundësi me Apo konë dhe mirë një sipas teje? cigare që hedhet në rrugë papir, që për mu s'ka logjik, do me thonë, këtu i kisha cef këtë pjesë. Me çka kënaqesh më shumë në Kosovë? Ose që është që nuk e kanë vende tjera? Afërsia e njerëzve, dashnia që kemi për njëri tjetrin, që ka halo dashni, ka halo respekt, ka halo mikpritje, Humaniteti. humaniteti, që jemi shumë human si njerëz, dhe kisha përmbyll Po Suedi, për shembull? kënaqësia. Po, ona e mirë edhe ona e cila më dhënë që ndoshta Është e vështirë pak mi thonë për të dyja, po të gjejmë. Pjesa e bukur në Suedi, të fillu prej kulturës, rregullit jetësor, pastërtia gjithkohë, natyra, deti që unë e du shumë, edhe pse nuk e ka atë jodin sa vendet tona Shqipëria ashtu, por deti është për mu. Unë e adhuroj shumë detin edhe natyrën, për mu janë vendet gjanat më të bukura ato, që fillojmë prej pjesës së jashtme. Për pjesës së brendshme, tu ta kesh një partner që të kupton edhe dëgjon, edhe unë aty e kam gjetë atë pikë, kështu që besoj që ka pak kënaqësi. Aferdita natyrisht që do herë ndalesh edhe mendon edhe flet me vetveten.
Si ndjeta tani mas ty në vite, a je plotësuar, sa je lumtur, me gjitha këto që ke arritur deri tani, a ke përbërë shumë? Për e lumtur, jam mjaftueshëm e lumtur, por lumturia nuk ka përfundim. Po, Do me thonë, sa kam arrit mjaftueshëm, nga se integrimi jem ka marrë pak kohë. Duke u mësu në Kosovë pak si psikologe, si kështu dhe atje e ndryshon ambientin, kulturën, gjuhën edhe punën, nuk ka qenë e lehtë, jam mundu me bot lehtë dhe mendoj dhe tani me bot lehtë. Mendoj që më janë të dy anët, mendoj që kam arrit, po jo atë kufirin ku du unë, ka mbet edhe pak. a mendon ndonjëherë me u kthy në Kosovë apo thjesht me vazhdu jetën në Suedi? Nuk e kam mendu deri tani, nuk e besoj që kisha bo një gjatë të tillë tani, dhe me thonë që është shumë shpejt, por jetës nuk i dihet, nuk them kur, dhe me thonë. Synimet e mia janë që të punoj, të veproj si psikologe në Suedi. Pastaj çka sjell jeta, ja lojmë kohës. Unë erdha në fund, nëse ke diçka me thonë që ndoshta ke dëshirë me thonë, thuje lirisht. Filloj ta falenderoj mas pari familjen time, që jam këtu ku jam. Nuk e fillu prej prindit, që nana më ka vdek para 21 vjeç, që më kalon një moshë më bukur tjetës, moshë e re isha atëherë. Dhe prindin e falenderoj shumë, vëllezër, motra, kunota, nipa, mbesa. Me thonë, jam e lumtur që i kam krejt, janë me shëndet plot, dhe dashurinë e kemi edhe në distancë, edhe pse nuk takohemi çdo ditë. Na mban jeta virtuale sikur krejt tani, në momentin. Falënderim special nga zemra, kam bashkëshortin tim që s'ma ka lshu dorën kurrë, që sa vite që kam taku, dhe këtë integrimin që ka bo atletë timin në Suedi, e ka bo ai, me afërsitë e vetë, aftësinë e tij, me njoftësitë e tij, që më ka njoftu me njerëz, që ja ka vlejt dhe ja vlen sot. Falënderim tjetër është për mikeshave të mia në Suedi dhe miqve që i kam, shqiptarë që janë se cila ma e zonja se tjetra, se pa ato s'kisha mujtë nështë me ndajtë Suedi kështu e lirshme dhe me qef, sepse kam pas me kanë me nejtë dhe me u shprej. Podcasti që më ka pëlqy mas shumë të që e kam përcjell në rrjetet sociale, ka qenë podcasti juaj në Suedi, fakt, ka gjithçka, por kjo është bukur dhe esenciale, dhe do me thonë ka pëlqy çdo gjë që e keni postu, kam përcjell gjatë gjithë kohës, por mesazhi im është njeriu duhet të merr iniciativën për jetën e vet, mas pari duhet me dashur vetën, pastaj të tjerët. Sepse nëse nuk e dojmë vetë, nuk mund ta duam dikën tjetër. Mos u ndalni kurrë, sidomos femrat, sa më shumë ambicioze, sa më shumë kërkuese për veten, dhe kur më thoni se unë mjaftueshëm kam sjell një dhe mjaftueshëm jam tani me karrierën apo veprimtarinë time që kam bë, kudo qoftë, Kosovë apo Europë, dhe me thonë kisha pas që të dy gjinit me qenë super të ngritura, por femna më shumë. Shumë të falenderoj për kohën, për bisedën, Faleminderit, kënaqësia ishte dhe imja. Që i shpaloset për podcastin tim për publikun. Besoj që do t'jenë një motiv për të tjerët, sidomos për gjinin, po mendoj po flas për rinin, që unë zakonisht i përmend ata si janë ardhmë. Rinia është ardhmja jonë. Edhe njëherë faleminderit. Faleminderit edhe juve. Duje vetveten, nëse do me dashur të tjerë, ky është Dujeni mesazhi vetveten. afer ditës, të cilën sapo edhe tani shpresoj të dashur dëgjues, shikues të podcastit tim, shpresoj që të pëlqen biseda të cilën e zhvillova tani me afer ditën. Uroj që t'jeni mirë dhe kudo që jeni mirë mbeshje deri në podcastin tim të radhës. Faleminderit. Faleminderit.